She said that nicotine will kill you. Told her not if you do it first. We laughed and it got real quiet, cause she knows I won't take it back. Yeah, I mean that. She loves a messy conversation. Përshëndetje të gjithë dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Eliana, sot ktheva nga palestra, prandaj jam akoma me këto robat. Jam edhe e djersitur momentalisht, por erdha direkt në kuzhinë sepse është ora e drekës. Ka vajtur ora 2. Edhe po më hajt buk. Normalisht kam ngrënë vetëm një tost në mëngjes para se të ik nga shtëpia. Vajta në supermarket, tani që po kthehesha, mora domate, sepse dua të gatuaj kajana, që ju kam thënë është një gjell greke që bëhet me domate, me vezë, me djath, këto gjërat. Është edhe e shëndetshme, m'duket. Se sa vajta në palestër, edhe mendova për një zgjidhje kështu pak më të shëndetshme, unë këtë gjellën për drek. Por duhet tani të gri gjithë domatet që të nis të gatuaj. Disi po përtoj, po disi duhet ta bëjmë edhe këtë gjë. Do t'ju them që nuk duroj më me këtë kohën, e di që e them në çdo video, po realisht. Dje kishte diell për bukurit zotit, vajta xhiro me Irinin në park, morëm edhe lunën, e çuam xhiro, u kënaqëm. Sot u zjova, ishte brentur, filloi edhe shiu pastaj sa vajta në palestër. Edhe nuk e di më, nuk duroj. Disi duhet të ndaloj gjitha kjo. Jam lodhur, më ka lodhur. Unë me zor po pres të vi koha të vesh fustankat e mia, fundet e mia, pa patur nevoj të ve jeta nga poshtë, kem ftohtë, të gjitha këto. Edhe sa shkon vetë me keq koha. Ndjem që kot vajta në palestër, sepse mbas 4 domate që kam grir, nuk ndjej dorën time. Nuk e ndjej. Isha kështu, lart nga grirja, kështu ka qor. Edhe më ka ikur dora, ndjem që më kanë dalë muskle që nuk dija që i kisha. Është gjë e vështirë gatimi, me sa po kuptoj tani. Prandaj nuk e zgjedh shumë shpesh në jetën time. Por tani është ora të pres në copka të vogla një qep edhe një hudhër, që t'i hedhim në tigan, të cilin do edhe tani të nxehet me pak vaj. Kam bërë syze që të më mbrojnë syt nga qepa. Edhe bravo qaj. Si hap do të syt. Kam bërë edhe maskara, edhe jam bërë tani, prandaj nuk gatuaj unë. Është gjë e vështirë të jesh në kuzhinë. Ndjem sikur kaloj fazën e ndarjes. Faza e parë ishte gjimnastika, që thua mbas ndarjes që do shkojmë palestër, do filloj të bëj gjimnastik që të bëjmë versioni më i mirë i vetes që të mos kesh në mendje ishin tënd. Edhe pastaj kalon te faza që fillon edhe qan gjithkohon. Nuk e di çfarë fazë tjetër duhet të kaloj tani. Që ta mbyllim ciklin e ndarjes që nuk po kaloj. Kam vënë tani domatet brenda që i kisha grir, edhe i kam lënë në zjarr të ulët, që të ik gjithë lëngu edhe të ngjelet pak më mpiksur, le të themi, të bëhet pak si salcë. Edhe sa të bëhet kjo, përgatitur këtu një tas që ka brenda, nuk duket tani asnjë, po ka brenda 4 vezë, edhe djath të bardhë, të cilin e kam thermosur me duart e mia, edhe kam bërë pak si mix, edhe do e hedhim në fund. Kam hedhur brenda ndërkohë edhe erza, hidhni çfarë doni ju, pak piper, pak krip, rigon, këto gjëra, baziliko, edhe unë ndërkohë tani po pi amitën time, sepse duhet të marr pak energji derisa të bëhet gati ushqimi që të mundem të haj. Jam bërë pak si panda, po s'ka gjë. Tani po pres të nxehet pak ujë, sepse ndeza dushën, sepse nuk kishim ujë të ngrohtë. Por ja këtu tani, isha në telefon. Edhe nuk e di po jam unë e çmendur, apo po mendojnë në këtë mënyrë edhe njerëz të tjerë. Por unë shumë shpesh, thjesht mund të ri edhe të mendoj, pse është normale që nuk e dim ku jemi?
Do me thënë, ne jemi në një planet, edhe ky planeti që jetojmë, nuk e dim ku ndodhet. Do me thënë, nuk e dim që ndodh jashtë planetit. Kemi besuar vetëm ato që na kanë thënë që kanë parë jashtë planetit tonë. Edhe na kanë thënë që jemi në një solar system. Po, ky sistemi, ku ndodhet? Edhe nuk e di. Do me thënë, thjesht më kap kjo gjëja. Edhe po mendoj dhe them, pse thjesht të gjithë kemi thënë që është një gjë okej që nuk e dim ku jemi, nuk e dim ç'a ndodh jashtë planetit tonë. Edhe thjesht jetojmë me këtë gjë. Unë e mendoj shumë shpesh, edhe disi më frikson çdo herë që e mendoj. Sepse them që jetojmë realisht në një sistem në të cilin thjesht jemi fëmijë, shkojmë në shkollë, mbarojmë shkollën, fillojmë punë, edhe punojmë derisa të vdesim. Ndërkohë këtë sistemin e kanë bërë disa njerëz që ne as nuk i njohim. Ne nuk kemi rënë dakord me këtë sistemin që funksionon bota. Thjesht kështu rritemi dhe është okej të ecim kështu, të bëjmë këtë gjë që bëjnë gjithë të tjerët, sepse nuk mundesh të bësh ndryshe. Po në fund të ditës, ne ç'a jemi? Bota jonë ç'a është? Sistemi i gjithë planetet që ekzistojnë, ç'a janë? Janë të vërteta, janë falso. Jetojmë në një realitet falso. Nuk e di, mua më pëlqen shumë të lexoj conspiracy theories, që për shembull jetojmë në Matrix. Më pëlqen të lexoj këto gjëra, sepse në realitet nuk e dim të vërtetën. Nuk ekziston një teori që është e vërtetë që kjo. Edhe të ekzistonte, do ishte vërtet, apo ata njerëzit që kanë fuqi do na tregonin ato që deshin, që të na kontrollojnë ne njerëzve, që jemi pa fuqi. I don't know. Thjesht desha të ndaj me ju që të shoh ç'a do më thonë në komente dhe të shoh po jam unë e shmendur apo po i mendojnë edhe njerëz të tjerë këto gjërat. Ndërkohë po pi edhe kafen time këtu. E ndrova temën tani, po lereni nana të. Më erdhi para disa ditëve porosia që kisha bërë nga Temu, edhe kisha porositur këtu filxhanin roz. Edhe I kinda like it, sepse kam filluar tani po pi kafe vetëm në shtëpi, kështu që dua të kem një filxhan kështu të bukur të ma zbukuroj ditën. Edhe kaq po ri tani në laptop, po mbaroj me një TikTok, edhe pastaj po hyj të bëj një banjë. Goca më në fund u bë e pastër, sepse nuk duroja më veten me ato robat e palestrës sidomos. Edhe tani duhet të ve një mask në fytyrën time, sepse këto ditët e fundit ka filluar edhe po më rjepet lëkura. Edhe nuk mundesha të kuptoj pse ndodh kjo gjë, sepse te rutina e skincare-it për mëngjes edhe darkë, shikoja që më ishte tharë shumë lëkura, edhe kisha thënë që do përdor vetëm 3 produkte. Edhe përdorja vetëm këtë hidratuesin nga brandi Purito, i cili është thjesht hidratues, nuk ka asgjë tjetër brenda. Pastaj përdorja SPF çdo mëngjes për lëkurën time, sepse duhej kremi diellit, duhet ta vëm çdo ditë. Edhe e fundit që përdorja ishte kjo këtu. Ky serumi nga Centella. Të gjitha këto produkte që ju kam treguar deri tani janë koreane. Edhe kisha parë review kur e mora që është thjesht për hidratim fytyre edhe është shumë i lehtë. Edhe nuk mundesha të kuptoj nga ç'a më rjepet lëkura, sepse vija make-up, po ju them. Edhe ikte gjithë make-upi bashkë me lëkurën time nga poshtë edhe dile jashtë edhe besha nuk mundesha të më shikoja. Dhe fola me një shoqe e cila më tha që prit të kërkoj unë pak ç'a ingrediente ka brenda kjo këtu serumi. I kërkuam të gjitha, do me thënë, këto të dyja kremi hidratuese dhe SPF-ja ishin super të mira. Kurse kjo, nuk është që nuk është e mirë, thjesht ka brenda niacinamid edhe disa ingrediente të tjera të cilat nuk bëjnë mirë në lëkurë të thatë, si është e imja. Kështu që kjo më bënte dëmin, edhe këto ditë që nuk e kam përdorur, shikoj që është shumë më mirë lëkura ime. Kështu që e them vetëm që të jeni dhe ju, do me thënë, të informuar pak për produktet që përdorni, sepse një produkt mund të jetë super i mirë për lëkurën time, edhe ju t'ju bëj dëm, sepse varet ç'a lloj lëkure keni. Të mos hecim shumë me trende, sepse edhe unë këtë kisha parë që ishte bërë virale në TikTok, edhe thash që të jetë bërë virale, do me thënë, do ketë kuptim.
do din diçka njerëzit që e thonë. Po duhet ta kisha kërkuar pak më shumë. Edhe lëkura ime mbas pastrimit që bëra javën e kaluar, që kush e pa vlogun e kaluar isha po skandal editoja videon, edhe isha në gjithë video me shenje dhe me kuqra të kuqe në lëkurën time, nuk mundesha ta shikoja. Po tani, siç mundeni të shikoni, një javë ka kaluar, edhe lëkura ime duket shumë mirë. Të tipit shumë mirë, nuk kam as shenja të zeza, as shenja të kuqe, vetëm disa nuk dallohen, duhet të rish t'i shiko shumë. Edhe jam super e kënaqur me rezultatin. Po mendoj të vej këtë maskën këtu që është nga Biodance me kolagjen brenda. Edhe nuk e di po i keni parë këto maskat, edhe këto janë bërë virale, po këtë e kam provuar edhe më bën punë fantastike te lëkura ime, nuk mundeni të kuptoni. Në sponsor datol, asnjë nga këto, thjesht ju them çfarë përdor unë në përditshmëri. Janë pak më të shtrenjta se sa maska normale për fytyrën, por mendoj që rezultati që jep ja vlen për lekët që kushton. Sepse nuk do e bësh çdo ditë një maskë në fytyrë, do e bësh një herë në javë, për shembull, që është okay. Këtë maskën e ve në fytyrë edhe është e bardhë kur e ve. Por duhet ta lësh për shumë orë, domethënë nuk vihet për pak edhe pastaj e heqën, duhet ta lësh për shumë orë, sepse lëkura e përthith kolagjenin edhe maska nga e bardhë që e ve në fytyrë bëhet e dukshme. Edhe atëherë kupton që është ora ta heqësh. Shpresoj të kujtojmë edhe t'ju tregoj rezultatin pastaj kur do e heq maskën, sepse unë kështu them gjithmonë, haroj edhe nuk ju tregoj, po do shohim. Ja, si duket, është në 2 pjesë. Sikur jam babagjyshi. Po sa fani që jam. Kanë kaluar disa orë, siç mundeni ta shikoni nga maska. Është e premte, dark, edhe unë jam në shtëpi. Edhe disi kështu, po kuptoj që po m'plaki. Sepse dikur unë të premtet dilja deri në mëngjes, tani ri e bëj maskën. Edhe lexoj librin tim. Edhe gatuaj këto gjëra. Kjo nuk do të atë blekit, do të thotë po rritesh. Po rritem? Po, të njëjta gjë domethënë, të njëjtën gjë po them. Unë desha të heq pak maskën tani, sepse ka ngelur pak e bardhë këtu, po tani po përtoj, nuk e duroj më. Na ka sjellë edhe babi çokolata. Edhe dua të haj me rehatin tim. As të kena të vërë. Po shkëlqen, është bërë balli si pasir. Ja të shikojmë? Tani është ora të haj çokoladë, sepse babi vajti në një pastiçeri edhe na mori të këtu gjëra të shëndetshme. Unë vajta në palestër, thash pastaj do gatuaj që të haj diçka të shëndetshëm në shtëpi, edhe babi shkon na merr çokoladë, po mami ka fajin. Mami ka fajin se ajo e kërkoi. Edhe kur kërkon mami dhe pastaj unë e kam në shtëpi, nuk mundem. Domethënë unë nga ana ime nuk do marr fare, të mos kem opsionin të shkoj të haj. Po dhe mbaj veten, nuk do futem me kokë te çoreku. Do haj këtë, që është çokoladë. Sa shkon, vetë në keq. E shikoni. Deri tani po reja, po lexoja pak librin tim, pastaj hyra me kokë në TikTok, pastaj pash edhe një vlog në YouTube, i kam bërë të gjitha këto, kam ngrënë edhe dark, sepse ora është 12 e natës. Mua nuk më fliet, e kuptoni ju këtë hallin që kam, nuk më fliet gjumë. Edhe disi po përtoj, nuk dua të rrim me telefon, me libër, me laptop, nuk do të bëj asgjë nga këto. Edhe diçka të bëj të bëj, sepse unë po përtoj, edhe nuk është gjë e mirë kjo. Këto hallet të kishin njerëzit, do ishte po të shumë e mirë. Por, kisha një ide kështu të bukur tani. Thash, me që nuk kam orë të fle, të bëj të paktën diçka produktive. Edhe çfarë do bëj në orën 12 të natës kjo vajza këtu që po shikoni? Vendosa, bëj një pastrim dollapi, jo gjithë dollapin, vetëm xhinkset e mia, sepse kam shumë xhinkse. Edhe nuk vesha as gjysmat nga këto që kam. Po shumicën e mbaj sepse nuk dua t'i hedh, sepse janë të mira, të bukura, po thjesht nuk i vesh. Po m'duket ka erdhur ora. Nuk i thash për shaka. Do e bëj. Do e bëjmë bashk, sepse kur kam kamerën hapur ndihem që nuk jam vetë në këtë procedurë. Ndihem që jeni dhe ju bashkë me mua. Edhe kjo ka rëndësi. Unë mendoja të flej me këtë në kokë, po nuk e di po dë duroj gjithë natën. Po i laga pak flokët e mia që t'i ve këtu. Shpresoj të mbajnë deri në mëngjes. Fillojmë me të parat, të cilat jam e sigurt që nuk do i mbaj. Edhe pse këto xhinkset më rinë shumë bukur në trup. Pse pjesa lart e këto xhinkseve është e ngushtë edhe poshtë hapen pak. Thjesht kanë këto çarjet
këtu, të cilat kisha kaluar fazën që më pëlqenin shumë çarjet në xhinxe. Tani nuk i dua më. Nuk e di pse. Edhe me shumë mundësi, sa t'i japun këto, do dalin prap çarje në mod. Ta mbani mend këtë gjë. Edhe pastaj unë do shkoj të blej një palë xhinxe të tilla. Po tani për tani do i jap, sepse nuk kam vend. Nuk e bëj sepse dua t'i jap. E bëj se nuk kam vend në dollap. Edhe jam edhe një person që më dërgojnë edhe rroba të reja çdo muaj, kam edhe një paketë me rroba që më dërgojnë që t'i reklamoj këtë janë dhe. Kështu që realisht duhet të vjetrat të ikin që të hynë të rejat diku. Tani këto, t'i jap apo jo? Nuk dua t'i jap. Kisha marrë këto xhinksit në Zara. Nuk i vesh mare. Nuk i veshme. Po më pëlqenin sepse prisni t'ju tregoj. Kishin këtë pjesën këtu që ishte pak e veçantë, domethënë shkon pak këtej kjo kopsa, edhe ka edhe një kops tjetër këtu lart. Edhe më pëlqenin shumë kur i mora, po nuk e di pse nuk i veshme. E dini që këto do i lë në anë, po nuk jam e sigurt po do i jap. Do i lëm si fillim në anë, do shohim. Të gjitha këto që shikoni, unë i lë në anë. Edhe i çoj në Shqipëri për bazarin e radhës, nuk e di kur do bëhet, po ta dini që të gjitha do i gjeni te bazari i radhës. Edhe shumica e këtyre janë të reja, nuk i kam para veshur. Just saying. E dini që këto i vesha 2 herë edhe më kaloi. Nuk besoj që do i vesh më. I kam veshur 2 herë. 2, jo më shumë. S'kam shpere, nuk kam, do i lena, do ja. Do i marrë dikush nga ju që do i vlerësoj më shumë se unë. Kalojmë në një palë xhinkse të zeza, të cilat edhe këto më rinë shumë bukur. Por, i vetmi problemi është që i vesha para disa ditëve më duket. Nuk e mbaj mend. Edhe më rinë të ngushta. Nuk mirja do të frym shumë kollaj me këto. Do i jap, okej, do i jap. Se po vazhdova kështu. Nuk do bëj vend, thjesht do i mbaj të gjitha. Kush i mori këto xhinksit, është shumë e fat, sepse janë shumë të bukur edhe nuk i kam para veshur. Thjesht më rinë të ngushta. Kam edhe këtë, të cilën e kisha marrë kur kisha vajtur në Stamboll. Edhe është një bodysuit. Domethënë fillon këtu lart edhe mbaron poshtë. Është bluzë dhe pantallona bashk, xhinkse e gjitha, shumë e bukur. Do ju le po gjeta, do ju le këtu një foto të shikoni si më rinte në trup. Problemi është që unë nuk kam shumë gjoks. E vërtet është. Edhe që ta vesh këtë, duhet të ve edhe sutjena të cilat janë pa ripa, që të mos duken ripat. Edhe unë me ato sutjenat pa ripa nuk ri dot. Ma acaroj nervat, nuk i duroj, nuk e di po do e vesh më sepse kam arritur te kjo faze që them që kur vesh diçka duhet të ndihem bukur por rehat në të njëjtën kohë. Edhe unë kur vesh ato sutjenat nuk ndihem rehat. E vërtetë, se jam gjithkohë kështu. Tani besoj që është ora të shkojnë në një shtëpi të re. Edhe këto të reja. Ndërkohë, një mini break nga xhinkset. T'ju them diçka që të mos e haroj tani që u kujtova. Unë mbani mend që në janar kisha ditëlindje. Janis, shoku im i ngushtë, nuk më kisha bërë dhuratë, edhe më kishte thënë që zgjidh vetë çado, edhe më thua. Se edhe ai është çun, nuk di të merret këtë janë. Dhe më kishte thënë çfarë duash ti. Më kishte propozuar një dhuratë. Më kishte thënë që deshte të na blinte bileta për një koncert të Bruno Mars në Milano. Por ato biletat për person ishin 250 euro, 270, diku atje. Që do me thënë që të harxhonte mbi 500 euro. I thash, ti ke lajthitur fare. Do me thënë, jetë shmëndur. Thash, jo, nuk e pranoj këtë dhurat. Lere, do të gjej unë një dhurat më të lirë. Më thoshte, jo, unë dua të shkoj në Bruno Mars. Do t'i blej? Jo, i thash. Normalisht. Edhe qa dhurat gjeta unë edhe i thash, ma merë. Këtë këtu. Kjo është dhurata ime për ditëlindje. Kjo këtu gjeje që shikoni është një SSD. Me pak fjalë, e ke këtë që të vesh brenda video tënde, çdo lloj gjëje që ke në laptop edhe të mban në vend, edhe këtu që të mos humben, edhe ti kesh diku. Kisha një problem, po paguaj çdo muaj Apple-in për vend në telefonin tim, 3 euro në muaj për vend, edhe prap më dilte që nuk mundem të bëj më foto, nuk mundem të bëj video, edhe mua kjo është puna ime. Nuk mundesha të përdorja më telefonin tim, as
kamerën, nuk më hapeshin aplikacionet në telefon sepse nuk isha vend. Edhe do duhesha të paguaj 10 euro në muaj vetëm që të kem vend në telefon. Edhe unë isha të çmendur. Thosh ja, nuk ka shans të paguaj unë 10 euro në muaj që thjesht të kem diçka që renegocat, kur blem diçka, duhem ta kemi, ta prekim. Unë kur mendoj që do jap lek për diçka që nuk e kam në dorë, nuk e prek, them janë lekot. Edhe realisht janë lekot. Po edhe unë kam pafund video, pafund foto edhe nuk desha t'i fshi të gjitha këto. Sepse janë edhe gjëra domethënë që nga shkolla fillonin fotot edhe nuk desha t'i humb. Këtu më ka shpëtuar jetën, dua t'ju them, sepse kam kaluar video, foto as gjysmat nga ato që kisha në telefon, edhe ma ka marrë me vend 1 terabajt. Kjo këtu që shikoni kushtonte 120 ca euro, më duket diku atje. Edhe unë kur e kisha parë sa kushtonte, isha në një fazë që nuk dua t'i prish lekët e mia që të marrë këta. Kështu që qa do bëj, do i them Janit të më marrë për dhuratë. Kështu që i thash ja, kjo është dhurata ime. E fantastike. Më ka shpëtuar jetën, sidomos mua që duhet të kem shumë vend për këto gjërat, filesat, videot, të gjitha. Edhe disi kështu desha të përfundoj që poritem. Realisht poritem, goca nuk është mirë. Edhe tani vazhdoj me punën tonë, sepse e lash shumë pas dore. Kam edhe këtë për antistres. Si dua unë realisht të prish lekët e mia. Këto gjërat, për shembull, më pëlqejnë. Për këto do prish lek. Nuk e kam problem. Më qetëson shumë nervat e mia. Deri në një pikë, sepse edhe kjo nuk mundet të bëj magji. Po njerëzit të stresojnë, të bëjnë me nerva e të gjitha këto, deri në një pikë mundet të funksionojë edhe kjo. Bas asaj pikës, kam një palë pantallona të zeza, të cilat janë balloon style, shumë të bukura. Thjesht nuk i vesh më, sepse kam 1000 palë pantallona të zeza, 1000 palë kam atje brenda, edhe të gjitha të njëjtat, e thjesht ndryshojnë pak detajet këte andej, kështu që duhet të gjej disa të jap. Të reja nga Zara, t'i gëzoni. Kam 2 palë pantallona gri, të cilat e shikoni që ndryshojnë shumë pak ngjyrat. Po mendoj të mbaj këto. Mundem t'i ve pak më poshtë, të marrin pak me bel të ullët, që kanë filluar edhe më pëlqejnë këtë kohë pantallonat me bel të ullët në trupin tim, kurse këto janë pak më high-waisted. Por nga ana tjetër këto janë më të reja, domethënë shumë më të reja. Këto më duket mi ka dhënë motra, diçka e tillë që motra i kishte këto shumë kohë para nga H&M, më duket i ka marrë. Janë të vjetra këto pantallonat. Kurse këto janë të reja nga Rihoas. Do i jap këto të rejat sepse e dini çan, s'kaq. Vazhdoj me këto pantallonat, të cilat të bukura janë, nuk i vesh. Kam kaq shumë që sidomos këto i kisha vënë në një varse. I kësaj kisha vënë edhe 3 pantallona të tjera, kështu që as nuk mbaja mend që i kisha këto. Nuk e di as ku i kam marrë, as qa janë. Nga Komense janë. Më vjen keq, po do ikim. Më duket këto janë të fundit për sot. Nuk do jap më. Edhe këtë, domethënë që do jap, më vjen shumë keq. Sepse këto jeanset i vishja shumë. Janë super të rehatshme. Sepse këto jeanset janë nga Komense, kanë këto si tip vija këtu në mes, që mua më pëlqejnë shumë. Edhe i vishja në përditshmëri, sepse janë shumë elastike. Domethënë nuk kanë këtë materialin e jeanseve që të ngushtojnë edhe ri pak në siklet këtë janë. Janë super elastike dhe nuk ndiheshe që je në jeanse, ndiheshe që je me një palë tuta. Janë high-waisted edhe këto. Edhe si u thash kam filluar t'i vesh jeanset me bel pak më të ullët, kështu që nuk i vesh më. Do shkojnë edhe këto në anë, edhe besoj këto janë mjaft për sot. Nuk duron zemra ime të jap më shumë se kaq. Por tani është ora të vendos edhe gjithë këtë rëmuin që nuk shikoni ju këtu te krevati im. Po ju përshëndes me një kafe në dorë, sepse normale është mëngjes, duhet të zjojmë, të hapet syri, edhe sa hoqa këtu nga flokët e mia, edhe desha t'i hapim bashkë sepse tani janë pak të mbledhura. Ashtë sikur kam 2 kaçurela në flok. Le të shohim. Nice! Mirë dolën. Okej, po të mendoni që nuk kam vënë fare
ngrohtësi të flokët e mia, as pjastër, as Dysonin, as asgjë. Janë okay. Do shohim po do mbajnë deri në darkë, sepse në darkë kemi koncertin e Inës. Është sot. E mbani mend që kisha thënë që kisha prerë bileta para disa javësh. Nuk e mbaj mend asun kur. Arriti ore, sot është koncerti, mezi po pres të shkoj te Ina, të kërcej, të kemi të gjithë një vibe kështu të bukur, sepse me që koha nuk është në Terezi, të paktën të na bëj Ina të ndihemi sikur jetojmë pak beharin, të na vënë këtë mood. Thjesht nuk kam gjetur ç'a do vesh sot. Nuk jam e sigurt fare ç'a duhet të vesh në koncerte. Besoj xhinkse që të jem rehat, do desha të vesh një pal xhinkse pak kështu të gjera. Edhe po e mendoj, po duhet të vesh taka apo po duhet të shkoj me diçka të thjesht fare, që të jem rehat, me shumë mundësi do shkoj me opsionin e dytë, sepse ju thash këtë kohë zgjedh rehatësinë time, por do shohim se kështu them unë, pastaj e shikoj outfitin që duket pak më bukur me taka edhe them do vesh taka sot. Çfarë bëj që jam e shkurtër, jeni me fat ju goca që jeni pak më të gjata, sidomos në për koncerte, që unë gjithkohë ri kështu edhe mundohem të shoh, bëj kështu me këmbët të shoh pak te stage-i, kurse kam Stelën shoqen time, e cila është 1.75 më duket. Edhe thjesht rin i shikon të gjitha. Thjesht është me fat. Desha t'ju them që sot më zgjoi kurieri që i ra derës, edhe më solli një pako, që mezi po e prisja. Është e madhe kjo. Është edhe e rëndë kjo. Edhe desha ta hapim bashk, sepse më duket është pakoja nga House of CB. House of CB është një nga brandet e mia të preferuara që bashkëpunojmë. Edhe më kanë dërguar 3 fustane. Kualiteti që kanë është absurde. Nuk e di si e kanë bërë këtë gjë, po gjithë rrobat që kanë të bëjnë snatch të beli. Do me thënë duket sikur e ke belin kaq të vockël. Mezi po pres t'i shoh, sepse po vjen një udhëtim që kemi pronontuar për pak. Nuk do ju them akoma kur, por për pak ju solla këtu te holi, sepse kam pak më shumë hapësirë që të kem rehatësinë time, t'ja u tregoj të gjitha, edhe të mundem edhe t'i provoj pastaj. Sepse një problem që kam me House of CB është që nuk mundem t'i gjej fix masën time. Donjëherë extra smalli më bën, donjëherë më rin shumë i ngushtë. Kështu që jam midis smallit edhe extra smallit, kështu që shpresoj kësaj radhe të kem bërë zgjidhje të duhura. Njëherë sa i bukur është paketimi, gjithmonë ka kartolinë brenda. A thank you card. E shikoni që tani ngjyrën e të parës. Wow, do ta provoj, pris. Ndihem si një princeshë vogël. Shikoni pak edhe kurizin. Do me thënë, nuk kam fjalë, nuk e di ku do vesh. Kam një ide. Sepse në Behar na kanë ftuar në një dasëm, një kushurir nga Ana e David. Edhe më duket do shkoj, që atje nuk do njoh edhe asnjëri, sepse është Ana e David, si ju them. Unë nuk kam lidhje. Familjen e David nuk i kam njohur, nuk i kam takuar ndonjëherë. Por, me që na kanë ftuar në një dasëm, ky mund të ishte një opsion. Po më thoni ju, si ju duket, mos është too much, mos duhet të vesh diçka më të thjesht. Po është mrekulli. Është fantastike, po. Jam shumë e lumtur. Më duket që unë këtë fustanin këtu duhet ta marr me vete te udhëtimi që do shkoj. Që nuk e di tani, po mund të kuptoni pak nga vibe i fustanit ku do shkoj. Nuk do flas. Nuk është një mrekulli. Nuk është, sigur jam nga një vit shumë i vjetër, atëre që dilnin vajzat me këto fustanet këtu, sundresses, për piknik, në për, ku e di unë, te lagjet ku ishin. Kjo pjesë e lartë është si tip korse, kështu që të mbledh këtu, të bën një, edhe pastaj vjen e hapur poshtë, po. Goca po jeton ëndrrën e saj. Por kemi edhe një të tretë, të cilën do e hap tani. Ishin të gjitha mrekulli, edhe kam bërë edhe zgjidhje të duhur në masën që kam marrë, sepse kësaj radhe i mora small. Edhe thash, mendoja ti marr extra small, edhe thash po nuk më bëjnë, edhe më rin të ngushta. Ç'a do bëjmë pastaj kurse thash, po i mora small, edhe më rin pak të gjëra, mundem t'i ngushtoj. Kurse po të më rin të ngushta, nuk mundem t'i zgjeroj. E kuptoni? Ç'a mendova unë brapa kësaj, edhe shumë mirë bëra. Njëra është më e mirë se tjetra. Mirë, tani kjo është e pa e kurosur. Tani që po e shikoni kështu. Plus, kjo ka nevojë për sutjena, me sa po kuptoj unë.
pak tani që e kam veshur. Por potenciali që ka ta vesh me një paltaka të bukura kështu cute, kitten heels, edhe me këtë korsetin që ka këtu, i cili është super vintage, ky stili që ka. Nuk e di, unë e adhuroj. Nuk e di dhe sa mirë duken te kamera. Fantastike! Ora të mbledhur muajin. Sa hyre në makinë? Jam veshur, jam blyer, jam zbukuruar, po i bëra të gjitha këto brenda 10 minutave. Sepse unë kisha haruar që sot ikan vllai David për sezon në Mykono. Po, desha të them që do ik për punë për disa muaj, edhe sot është dita që do të shkojmë te porti bashkë me Davin, edhe tham që para se të ik të shkoj edhe unë andej te shtëpia edhe të hajmë të gjithë bashkë me familjen e Davit. Normale nuk do ju marr me vetë atje. Do hajmë të gjithë bashkë dhe pastaj do nisemi për te porti. Po nisem edhe me shumë mundësi ne do shihemi në darkë që do rikthehem në shtëpi që të bëjmë gati për koncertin ton. Unë nuk i kam folur, sepse arrita në shtëpi 7:30 edhe në orën 8:10 unë duhet isha në rrugë. Kështu që u bëra gati brenda, çfarë t'ju them unë, 15 minutave kam lidhur flokët, kam bërë make-upin, kam gjetur çfarë do vesh, të gjitha këto i kam bërë brenda 15 minutave. Edhe erdhi Janis më mori, vajta morëm Stelën, tani po shkojmë të marrim edhe një shoqe të Stelës edhe pastaj duhet të shkojmë atje te qendra. Edhe sot është e shtunë, dua t'ju them, që do me thënë që do bet nami. Nuk e di si do gjejmë parking, ç'a do bëjmë, shpresoj të gjejmë, që të arrim të jemi në orën që duhet, sepse në orën 9 fillon, edhe ne duhet të jemi atje pak më para, që të gjejmë edhe vende të mira. Nuk durojnë, flasin gjithkohon, nuk respektojnë asgjë. Hi to my fans. Oh, ja. Εγώ μόνο haters. Cancel. But I haven't been here performing in like so many years. 10 years? I think it's more than 10 years, probably. I was like small like that, now I'm like that. Mirëmëngjes, nga dita tjetër, me një outfit check po ju përshëndes, edhe me shapkat e mia të bukura roz, të mami, do me thënë jo të mijat, ja kam vjedhur. Dita sot është e diel, edhe normale që do dalim për një kafe me Davin. Ndjem që më shkon shumë kjo outfiti që kam veshur sot. Një bluzë të zezë, pantallona të zeza, këtë ripin kafe, edhe këtë xhaket këtu që është e verdhë. Vajta të them jeshile, nuk e di pse, po e ngatroj në shqip jeshilen me të verdhën. Edhe kur do të them të verdhë, them jeshile. Edhe kur do të them jeshile, them të verdhë. Edhe nuk e di pse, domethënë nuk ngjajnë kaq shumë këto dy fjalë. Po thjesht ngatroj njërën me tjetrën. Do më japsh një arsye pse? Drekës. Do më japësh një arsye. Lutem shumë më lart fle gjumë. Mami do flen për drekë dhe unë tani po shkoj për kafe që ta kuptoni. Mëngjes, që ta kuptoni ora është po shkon 3 tani, Elena po shkoj të pi kafen e mëngjesit. Un kam kafen e mëngjesit sepse dje u ktheva në shtëpi në orën 4 të mëngjesit, personalisht që më shikoni këtu, sepse ne vajtëm te koncerti që ju tregova, po pastaj vajtëm hëngrëm edhe McDonald's, edhe pastaj kur hëngrëm McDonald's ishim afër në një lokal që ne shkojmë në përgjithësi atje për të pirë diçka. Edhe tham ja të kalojmë edhe andej mos është hapur, mos ka njerëz, ishte plot me njerëz, jo thjesht kishte njerëz, se ishte edhe shtundje. Edhe tham hajde të pime edhe atje një diçka, një got. Kështu që unë përfundova në shtëpi në orën 4 të natës, kështu që normale që u zgjova në orën 12 sot. Në 4 e natës apo e mëngjesit? E mëngjesit. Ndruat e ora sot. U ndrua ora. Po, nuk e diti? Jo, qa mëson njeriu, do me thënë unë fjeta një orë më shumë. Jo, më pak. Më pak. E shikon, prandaj u zgjova në 12.
ishte sikur isha zgjuar në 11. Jo, unë që në orën 11 I hapa syt, po pastaj e pash që është 11 thash, hajt mo. Mundem të flej dhe një orë më shumë. E dielësh, thash, s'ka gjë. Vesh edhe një gjaket elegante të zezë nga lart që të mos kem ftohtë. Edhe pse sot dita është okay, nuk ka super diell, po nuk bën ftohtë të paktën deri tani. Po shkoj të gjej Davin, I cili më tha që është këtu te kafja e lagjes, edhe po merr një kafe në dorë. Ndërkohë ne do shkojmë për kafe. Edhe I them, nuk mundesh të durosh derisa të shkojmë të ulemi te kafja. Që të marrësh kafe. E më thot jo, unë dua të marrë një kafe në dorë, ta pi në makinë dhe pastaj kur të ulemi atje do marr të dytën. Hajde, gjeni anë juve tani me këtë logjikën. Po ç'të bësh? Të zihesh tani? S'ke çfarë. Do one favor, just stay with me. I don't usually need nobody, but lately I've been on my own too long and deep, baby. Deep inside I need your company. I need your energy. Atëre, nuk ju kam folur që në drek që dolëm për kafe, sepse pastaj bashkë me mua e Davin erdhi edhe Marina që më morin telefon. Më thot ku je? Thash jam për kafe. Më thot okay, hajde të takohemi. Edhe erdhi me të dashurin e saj. Ulëm të gjithë bashkë, pim një kafe. Vajtëm pastaj në shtëpi tona hëngrëm edhe u ritakuam bashkë me Davin, me Manuelin, kushuririn, të dashurën e Manuelit, edhe tani do vi edhe Marina, kushurira me të dashurin e saj, 6 veta në total. Edhe po shkojmë në një escape room, sepse kështu po e diskutonim në drek edhe tham pse jo, ta pronontojmë për në darkë të shkojmë të bëjmë një aktivitet të gjithë bashkë. Kështu që për ju që nuk e dini çfarë është escape room, është si tip loj, janë dhoma në të cilat shkon edhe të trembin, me pak fjalë. Mund të jenë të inspiruar nga një film horror ose diçka e tillë, me aktor që luajnë, me thënë, munden të trembin gjithkohës. Ti duhet të zgjidhësh disa gjëra që të kalosh te njëra dhomë te tjetra. Kështu, gjëra kështu të bukura, paguajmë pak a shumë që të na trembin. U lodha, sepse po flas edhe po hec në të njëjtën kohë, edhe kaq. Po, për sot. Mano, si ndihesh? Shumë mirë, nuk jam gati. Nuk je gati? Jo. Ky është Manueli, para se të hym në escape room. Dua të shikoj reagimin pastaj. Kjo është Marina para se të hynë në escape room. Nuk e di si do shkoj kjo. Do shohim pastaj kur do mbaroj reagimet, do I shohim pastaj. Edhe këtu është dera. Duhet të presim të shkoj ora 8:40 fix, edhe të shtypim këtë zilen këtu. Ke frikë? Shumë. Kjo është gjendja ime kur editoj, edhe kuptoj që nuk kam bërë mbyllje. Ju thash do ju tregoj të kur të mbaroj me escape room si na duk, reagimet tona. Absolutisht asgjë, fare, zero. Nuk kam bërë. Po ditë ju them që kalon shumë bukur atë ditë. Ishte shumë escape room I bukur, shumë sinematik, ndjeshte sikur realisht ishte në një film horrori. Edhe disi kështu do e mbyll unë këtë vlogun se s'kam ç'bëj tani. Kjo po, dhe ta mbyll vlogun që ta postoj. Kështu që thanks for watching. Bani një like, një subscribe, një koment, të gjitha mos I harroni. Edhe ne do shihemi te video radhës.